Mirëmbrëma shikues të nderuar. Gjatë viteve të 90-ta, shqiptarët e diasporës, por edhe ata të Kosovës, kishin kontribuar me miliona marka para të gatshme në disa fonde që ishin krijuar për mbajtjen gjallë të sistemit paralel të Ibrahim Rugovës dhe vetë luftës çlirimtare të udhëhequr nga UÇK-ja. Pjesa dërmuese e këtyre mjeteve ishin hedhur në fondin e 3%-shit dhe në fondin Vendlindja 3. Por, jo krejt parat kishin shkuar në destinacionin për ku ishin dhënë. Zona Express, përmes 2 dokumentarëve, do të sjellë fakte se si këto para u keqpërdorën nga drejtuesit e qeverisë në eksil, përkatësisht drejtuesit më të lartë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ju ftoj ta ndiqni pjesën e parë të dokumentarit të titulluar Vjedhje në kohë lufte. Ka një kap përgjësi dhe matë mëse me një shkrim, i merë në qafë disa miliona. Kemi diku në mbetje rreth 50 milion marka gjermane. Ne dyshojmë që për shkak të hollave dhe pozitave tyne ata dhe kanë bënë edhe vrasjet e njerëzve tanë atje. Na kanë futur thik pas shpine, bankën ja kanë dhënë një mafioz italian. Parat janë tërhiqur nga Bujar Bukoshi. Lajmi i parë. Në harmoni të plot me të bukurën, frymon çdo kënd brenda hapësirës meritore. Ju prezantojmë showroomin e ri në Prishtinë, nga lideri i mobiljeve dhe mjeshtrisë nga Druri. Ciao Berto. Çdo gjë e prezantuar si në pëllëm të dorës. Hapësirë brendeve që mbajnë referenca globale. Dizajn unik, finalizuar me përpikri për shtëpi, ambiente pune, restorante dhe hotele luksoze. Ciao Berto. We produce happiness. Websajti më i madh shqiptar, Gazeta Express, tash edhe me aplikacion për iOS dhe Android. Lexoje lajmin i pari, lexoje lajmin Express. Ne e dërgojmë lajmin te ti. Nëse jeton në Shqipëri, krijoje Expressin personal, Express Shqipëri. Nuk ke wireless, nuk ke internet, kemi menduar edhe për ju. Downloadoje Gazetën Express. Bëhu pjesë e 1 milion shqiptarëve që sot e lexojnë Gazetën Express. Ne jemi websajti më i lexuar në Ballkan, me mbi 1 milion vizita në ditë. Gazetaexpress.com. Me rreth 1 milion vizita ditore, Gazeta Express është sajti më i vizituar në trojet shqiptare, por edhe në Ballkan. Pozicionet reklamuese në Gazetaexpress.com tani mund t'i zgjedhni me afate kohore për 1 javë, 1 muaj apo sipas nevojës që keni. Mjafton të vendosni se cila reklam dhe në cilën rubriku përshtatet më shumë dhe të na shkruani në marketing@gazetaexpress.com dhe reklama juaj do të shfaqet brenda 24 orëve. Ka që lehtë është pra të reklamoni në portalin më të vizituar në Ballkan. Gazetaexpress.com. Gjatë viteve të 90-ta jo krejt kosovarët kishin luftuar për mbijetesë apo për çlirim të vendit.
disa kishin luftuar edhe për të bërë para, për veten dhe familjet e tyre. Sigurisht, jo duke bërë biznes, por duke zhvatur fondet që ishin krijuar për mbajtjen gjallë të sistemit paralel dhe vetë luftës. Në këtë kohë funksionuan shumë fonde, veçanërisht në diasporë, por dy ishin kryesore: fondi 3% dhe fondi vendlindja Therrat. I pari ishte krijuar nga qeveria në ekzil që udhëhiqej nga Lidhja Demokratike e Kosovës, kurse i dyti nga Lëvizja Popullore e Kosovës. Këto fonde janë shuar 16 vjet më parë, por dyshimet se ato janë keq përdorur masivisht vazhdojnë të shtohen çdo ditë e më shumë. Madje, në disa pista ka edhe hetime të prokurorisë, asaj të Kosovës dhe Shqipërisë. Zona Express përmes 2 dokumentarëve do të sjellë dëshmi të patransmetuara kurrë më parë, do të zbuloj shifrat e parave që kanë menaxhuar këto fonde dhe emrat e drejtuesve, natyrisht, edhe keqpërdoruesve të këtyre mjeteve. Fillojmë me 3%. Nëse gjitha konvertohen në marka, do të të mbi 250 milion marka. Për 8 vite, fondet për Republikën e Kosovës, që në popull njihet si fondi i 3%, kishte arritur të bënte plot 250 milion marka gjermane. Shifra këto të deklaruara nga vetë drejtuesit e fondit. Dyshimet rëndojnë mbi ta se përveç keqpërdorimeve me këto mjete, ka dhe shumë të tjera që as nuk janë evidentuar në regjistrat e kohës. Këto janë raportime të njëanshme të tyne, të cilët i mbulojnë ato shpenzime sipas shefëve tyne. Po derisa nuk ka një raport të pavarur, një auditorit të pavarur, atëherë dyshimet janë se parat janë jo keqpërdorur, po janë vjedhur. Me 10 nëntor 1991, qeveria në ekzil kishte aprovuar projektin e sigurimit të mjeteve për financim intervenues në Republikën e Kosovës, e shpallur nga përfaqësuesit legjitim të shqiptarëve të Kosovës, por e njohur vetëm nga një shtet, Shqipëria, kurse një vit më pas ishte emëruar edhe Këshilli Qendror për Financim të Kosovës. Gjatë kësaj kohe, pra 91-92, në diasporë ishin mbledhur para, kryesisht në emër të shoqatave të ndryshme, por disa prej tyre ishin mbyllur me vendim të organeve të drejtësisë në shtetet perëndimore. Rast eklatant është ai i fondit të Kosovës me selinë në Gjenevë, i hapur nga qeveria në ekzil e i cili u mbyll me vendim të bankës kantonale, CEG, në shtetin Zvicran. 40.000 franga mbeten aty. Nga vitin 92, fondi ishte mbushur vazhdimisht nga mjetet e bashkëdhëtarëve tanë në Europë, veçanërisht ata në Gjermani dhe Zvicër. Sipas raportit të punës së qeverisë në ekzil, mjetet ishin tubuar përmes xhirologarive zyrtare. Mirëpo, kjo nuk është plotësisht e vërtetë. Zona Express merr vesh se shumë mjete janë tubuar nëpër aksione të ndryshme, pra me para të gatshme. Këtë këto miliona kontrolloheshin nga 2 njerëz, Bujar Bukoshi e Isa Mustafa, njëri kryeministër e tjetri ministër i financave. Unë në konsultim me kolegët e mi, kam lërë disa dhëna kështu shifra, shpresoj se nuk do të jenë të mërzitshme për ju. Jo, përkundrazi. Domethënë në periudhën prej tetorit të vitit 91, kur është formuar qeveria e Republikës së Kosovës, deri në shtator të vitit 99, të këtij viti, domethënë. Periudhë 8 vjeçare? Po, 8 vjeç. Qeveria e Republikës së Kosovës nga fondet e Republikës së Kosovës dhe burimet e tjera ka disponuar me gjithsejt 217 milion marka gjermane, 3.6 milion dollar amerikan,
30 milion franga zvicerane dhe 24.000 funta sterlin. Për mos me kriju edhe tash farë konfuzioni, të më thonë parafërsisht janë mbledhur diçka mbi qerek miliarde marka gjermane. Shumica e këtyre mjeteve, pra si shprehet Bujar Bukoshi, qerek miliardi marka janë mbledhur në Gjermani. Pjetër Coli ishte përgjegjës i fondit për këtë shtet. Unë kom qenë i emnum si kryetar i fondit 3% në Gjermani. I emnum. Dhe mu më ka emnu më është thonë gjatë bisedës me kryeministrin edhe atëherë ministrin e financave, dhe më thonë zoti Bujar Bukoshi dhe zoti Isa Mustafa, që e kanë marrë edhe rekomandimin nga presidenti Rugova, që jam unë ai i cili do ta udhëheqi fondin e 3% i Gjermani. Në themelim, më duket se ka qenë viti 92 apo 93, nuk e di mirë. 92 më duket, po. Në fakt, nuk rezulton që Ibrahim Rugova është pyetur shumë për parat e qeverisë në eksil. Lideri i shqiptarëve të Kosovës, nga Velania, pothuajse nuk kontrollonte asgjë përtej pragut të shtëpisë së tij. Bujar Bukoshi dhe Isa Mustafa, nga zyrat e tyre në Bon, kishin gjithçka në kontroll. Ne jashtë kemi organizuar në fondet Republikës Kosovës. Mjetet kryesisht janë grumbulluar në Gjermani dhe në Zvicër, me qenë se potenciali i bashkëdhetarëve tanë këto mjete ka qenë më i madh, edhe organizimi ka qenë më i mirë. Një shumë e mjeteve është grumbulluar edhe në Kosovë gjatë këtyre viteve, do të thotë mbi 107 milion marka janë grumbulluar këtu brenda në Kosovë. Jashtë kemi grumbulluar, nëse gjitha konvertohen në marka, do të thotë mbi 250 milion marka gjermane. Është dhënë një kontribut jashtëzakonshëm i bashkëdhetarëve tanë, edhe përkundër asaj që kemi proklamuar se ajo është detyrë pushtetuese, mund të themi se rrjedhimisht çdo gjë ka shkuar në mënyrë vullnetare. Në përjashtim një 2 aksioneve apo 3 paret janë grumbullu përmes bankave. Është thonë se është detyrë morale e secilit shqiptar, bile jo nga Kosova vetëm, por edhe nga treva tjera, shqiptare që ta paguajnë 3%, dhe rezultanca ka qenë e mirë, relativisht e mirë, edhe njerëz prej gjirologarisë vetë e kanë bën një kërkesë te banka që ajo të shkon në mënyrë automatike çdo muaj. Vebi Kajtazi, kryeredaktori i gazetës Insideri, konsideron se fondi është menaxhuar nga një grup i vogël njerëzish dhe në mungesë të plotë të transparencës. Fondi 3% që shnihet apo që zyrtarisht është Fondi i Republikës Kosovës, është themelu vitet 90 me qëllim të ndihmes për arsimin Kosovë për institucionet paralele në përgjithësi. Ky fond është themeluar dhe është menaxhuar nga një grup i vogël njerëzish, të cilët nuk i kanë dhënë llogari kërkujt. Në fakt, menaxhimi është bë kryesisht prej Bujar Bukoshit, kryeministit të atëhershëm në eksil, edhe zotit Isa Mustafa, që ka qenë ministër i financave, aktualisht kryeministër i Kosovës. Çështja se si janë shpërndarë paret në vitet 90 është totalisht e pa dokumentuar. Janë vetëm të dhëna që i kanë ofruar menaxherët e këtij fondi, i cila në fakt ka qenë një organizatë qeveritare, po nuk ka ndonjë raport të detajzuar financiar për çka ka ndodhur në atë kohë. Bujar Bukoshi dhe Isa Mustafa ta kanë qenë përgjegjës për fondet. Musa Dakaj, një aktivist i LDK-s në Amerikë, shkon edhe më tej.
ai tregon se kush keqpërdori paratë e fondit. Isa Mustafa dhe Bujar Bokoshi, sipas tij. Jo vetëm që dyshime, por janë edhe fakte, flasin faktet kur në marrëveshjen e Oslos bëhet disa miliona marka, Isa i deponon në fondin Vendlindja 3 apo i transferon te Xhavit Haliti. Pastaj kryetari i Degës në Norvegji, Fatmir Zemberi, pa një marrëveshje paraprake kështu, bën dikon mbi 3 milion marka, i tërheq dhe i deponon po ashtu tek Vendlindja 3 apo te njerëz që është porositën. Edhe ka qenë kështu në vazhdimsi në keqpërdorimi i tyre. Jo vetëm që dyshime, por janë edhe fakte, flasin faktet kur në marrëveshjen e Oslos bëhet disa miliona marka, Isa i deponon në fondin Vendlindja 3 apo i transferon te Xhavit Haliti. Pastaj kryetari i Degës në Norvegji, Fatmir Zemberi, pa një marrëveshje paraprake kështu, bën dikon mbi 3 milion marka, i tërheq dhe i deponon po ashtu tek Vendlindja 3 apo te njerëz që është porositën. Edhe ka qenë kështu në vazhdimsi në keqpërdorimi i tyre. Qeveria e Kosovës, qeveritarët dhe qeverisë sime, duke filluar nga unë dhe kolegët e mi, nuk kanë pas asnjë përfitim material. Domethënë nuk kanë abuzuar, nuk kanë përfitu materialisht, nuk kanë marrë të holla nga ky fond. Zona Express ka siguruar raportin e punës së qeverisë në eksil në periudhën 91-99. Ky raport ishte prezantuar në mbledhjen e vetme të Kuvendit të Kosovës, mbajtur pas luftës. Por raporti nuk është miratuar nga ky organ, i dominuar në mas 99% nga LDK-ja. Në vjeshtën e vitit 1999 ka qenë një marrëveshje e kryeadministratorit të atëhershëm Kushner, të kryetarit Lidhjes Demokratike të Kosovës, që ishte edhe kryetari i Kosovës sipas zgjedhjeve të vitit 1998, të kryetarit Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaqit, edhe të Recep Qosjes, që ka qenë kryetar uniformacioni Lidhja Bashur LBD-jas. Për shkak se lufta na nxori në situatë të rëndë, ishin dy qeveri, ka dy palë ministri të mbrojtjes dhe vendi kërcënoi seriozisht që mund të mos kontrollohet, të bëshin zhvillimet pa kontrollume. Ishte marrë një vendim që me 31 janar të vitit 2000 të gjitha institucionet që kishin funksionu deri atëherë në Kosovë të shuheshin. Në ndërkohë, do thonë kjo nënkuptonte që duhet të shuheshin edhe Kuvendi i Republikës Kosovës, që kishte dalë për zgjedhjeve të vitit 1998, edhe institucioni i Presidentit të Republikës, edhe gjithçka tjetër. Dhe në ndërkohë kjo nënkuptonte që do duhej të bëjë bilanci financiar dhe të miratojë raporti i punës së qeverisë në eksil. Për çudinë time edhe të asaj strukture të Kuvendit të atëhershëm, të atij legjislacioni, një mbledhje e tillë e Kuvendit të Kosovës është thirrë vetëm një ditë para se të përfundonte afati ligjor për shumet e institucioneve. Detyra jonë në zbatim të vijës politike që patën vendosur ka qenë propagandimi dhe sensibilizimi sa më i madh i qytetit të Kosovës në të gjitha kancelarisë dhe parlamentet kryesore. Edhe në Kuvend atëherë kam pas vlerësuar që thirrja e seancës Kuvendit një ditë para shumës institucioneve është një improvizim i situatës, aq më tepër shpërndamja e materialit punës së qeverisë në eksil vetëm në gjysore para fillimit të seancës ishte komplet improvizim, sepse ishte një material pune voluminoz, do të thonë ishte mbi 70 faqe material, një pjesë e madhe të cilave ishte përshkruar me shifra, me tyrat, me dalat, me aktivitetet, me të gjitha ministritë që kanë funksionuar, herë përkohësisht, herë më afatgjate, ndihmat financiare që janë dhënë
që janë dhënë zonave të luftës, personave të veçantë të cilët janë marrë me atë punë. Do të thonë kishte shpërputje shifra, unë sa arrit aty shpejt e shpejt. Thanë me i bë disa kalkulime, disa mbledhje zbritje, nuk më dalë ke ajo rezultati përfundimtar. Do të thonë ishte edhe raporti ishte një raport i bërë shkeleshko, do të thonë pa nuk ishte korrekt, do të thonë financiarisht nuk ishte korrekt. Ajo ishte përshtypja ime aty, dhe kjo ka qenë baza të cilën unë e kam kundërshtuar atë raport, edhe ai raport ka met i pa miratum, dhe ka met pa u marrë vendim çka do të ndodh me mjetet financiare të cilat ishin në kontet në përfondet të qeverisë që i menaxhon të qeveria e përkohshme, qeveria në eksil e Kosovës, falje e përkohshme, edhe të cilat ishin shumë të konsiderueshme. Në raport antarët e kuvendit kishin bërë vrejtje që në fillim të sqarimeve për shpenzimet, sidomos kur flitej për shpenzimet për formacionet e luftës, UÇK-n dhe Farkun, ku qeveria raportonte që ka blerë pajisje, përfshirë edhe saja për transport, dhe në raport thuaj se ekziston dokumentacioni mbështetës për shpenzimet, por ai nuk ishte prezantuar. Vrejtjet bëhen sidomos në faqen 19, ku qeveria pranon se nuk ka informacione nga logjistika se çka ka ndodhur madje as me një pjesë të armatimit, që ishte dorëzuar njësive bashkë me dokumentacionin për atë armatim, por nuk jepen shifra. Aty thuhet se Ministria e Mbrojtjes, që për një kohë udhëhiqej nga kolonel Ahmet Krasniqi, kishte në dispozicion 22.9 milion marka, afro 900.000 franga dhe $28.000. Nga mjetet në dispozicion të kësaj ministrie një vit më vonë, pra në vitin 99, që ishin tash 14.7 milion marka, 3 milion marka madje thuhet në raport si ju dhanë shtabit të përgjithshëm të UÇK-s, krahut oponent të Farkut. Nga vitin 1991 deri në vitin 1999, sipas raportit, janë grumbulluar 217 milion marka, 3.6 milion dollar, 30.3 milion franga zvicrane dhe 24.000 funta. Fondi në Gjermani kishte kontribuar në krejt fondin me mbi 43% të parave dhe kishte grumbulluar mbi 116.3 milion marka, kurse nga aktivist në Gjermani ishin grumbulluar po ashtu dhe 2.5 milion marka në aksionin ndihma për Drenicën dhe 34.4 milion marka në aksionin tjetër, ndihma për pavarësinë e Kosovës. Kur fare. Une, do më thonë, gjatë punës sime atje, ai ka qenë punë ekskluzivisht menaxhuese, i kem pas rrjetin e aktivistëve të shpërndarë në gjithë territorin e Gjermanisë, dhe detyra e gjithë neve ka qenë që na të grumbullojmë pare të shkojnë në xhirologari, edhe qeveria në eksil ka pas në dispozicion gjitha mjetët që janë grumbullu. Ata kanë qenë ata që kanë vendosë se ku do të shpërndahen parat. Aktivistat nuk kanë pas qasje në shpërndamje në asnjë formë. Lidhja demokratike dhe lëvizja popullore e Kosovës kanë qenë në rivalitet me njëra tjetrën qysh kur në skenë doli Ibrahim Rugova. Por, dy krahët i shpallën luftë njëri tjetrit në fillim të luftës çlirimtare. Gjithçka lidhej për para. Shtabi i përgjithshëm i UÇK-s në disa takime të mbajtura mes përfaqësuesve të tij dhe Bujar Bukoshit në Tiranë
I kishin kërkuar atij që komplet mjetet që dispononte fondi 3%-shit tua kalonin atyre në menaxhim. Natyrisht, Bukoshi se kishte pranuar këtë kërkesë të shtabit. Takimi është zhvilluar në qershor të vitit 1998. Bujar Bukoshi shoqërohej nga ministri i tij i mbrojtjes, Ahmet Krasniqi, kurse nga shtabi i përgjithshëm i UÇK-s ishte Hashim Thaçi dhe Recep Selimi. Recep Selimi, vite më vonë, deklaronte se ne në takim me zotëri Bukoshin kemi kërkuar mbështetje nga qeveria e Kosovës në ekzil për ushtrinë çlirimtare të Kosovës, mbështetje kjo që nuk na është dhënë. Bukoshi ndërkaq kishte konfirmuar kërkesën e Recep Selimit dhe Hashim Thaçit, megjithse më vonë shton ai disa komandantëve të UÇK-s ju kishte dhënë disa mijëra marka. Kemi dhënë edhe komandantëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës direkt tolla kemi dhënë. Raporti i qeverisë në ekzil zbulon se qeveria e Kosovës ka shpenzuar 100.000 marka dhe 100.000 franga zvicrane në vitin 92-93 në përgatitje të njësive për mbrojtje jashtë Kosovës. Ndërkaq, pasi filloi lufta, pas vitit 98, zbulon se ka ndihmuar edhe LKÇK-n dhe UÇK-n si vijon. LKÇK-s i jepen 400.000 marka, zonës së Dugaxhinit 300.000 marka. 700.000 marka blihen armatime nga qeveria e Bukoshit, që më vonë thonë si i dorëzohen UÇK-s. Tutje gjatë luftës, Ministria e Mbrojtjes sipas raportit i ka lënë UÇK-s në vlerë të pajisjeve 3.2 milion marka. Më vonë, me kërkesë të shtabit të përgjithshëm, kjo Ministri e Qeverisë e Bukoshit ja ka lënë edhe shumën prej 2.7 milion marka për blerjet e përbashkët të armatimit, si dhe në shkurt 99, Ministria e Mbrojtjes ja ka lënë në menaxhim shtabit të përgjithshëm edhe 3 milion marka të tjera. Në faqen 38 të këtij raporti zbulohet një detaj jashtëzakonisht interesant. Aty thuhet se me 23 korrekt 1998, njësisë e prekazit i jepen 230.000 marka, por parat kur nuk mbërrin në destinacion nga siç thuhet ndërmjetësuesi, emri të cilit nuk zbulohet. Një person që ka ardhur ka sjell në shumë të parëve, që kanë sjell lule dhe ramizin në Tiranë për arme. Ato, unë sot përbes Zotit se një atin të vetë. A i ka pru ato, kanë shku këta, armet janë ble, ardhë nuk janë. Këto mund t'i Dena Zemsyla, Recep Selimi, shumë tjerë që në tonë atër gjetë. Në këtë faqe bëhet me dije se zonës së Llapit në periudha të ndryshme janë paguar nga qeveria e Bukoshit mbi 2.5 milion marka, kurse zonës së Drenicës në faza të ndryshme mbi 400.000 marka. Madje, nga fondi kishin përfituar edhe liderët e Unionit të Pavarur të Studentëve. Atyre u kishin dhënë 645.000 marka. Dihet se protestat e studentëve, të cilat kanë luajtur një rol vendimtar për Kosovën, ishin përdorur edhe si protesta kundër Ibrahim Rugovës. Jo, nuk e ti, për herë parë po e ndëgjoj. 645 euro që kanë dhënë Unioni Studentëve, atër që kanë qenë mavra edhe të tjerë. Lajmi parë për mu. Ju thatë që e keni pasë raportin? Ja, po, se kum lexu në detalje, kur. Çfarë tha Rambuja? Rambuja tha nëse asgjë s'bëni. Ta shëtutje mjafton kaq që na keni zgjuar nga letargjia. Me mendu pak. Po tjetër. E me presidentin Rugova çka bisedu në takimin e fundit? Takimin e fundit ku unë kur ishe ti, po. Kam qenë aty, ne kemi bë pak politik. Apo? Pas takimit. Jo në takim. Na kemi qenë shumë sinqert.
me gjithë. S'kin pas kur gjo me më shef, pra pa vi ose na i farë plani sekret që ata kishin frikë që shkoj me rëzu, ka me rëzu, qka me rëzu, na ishtim të okupu me gjithë. Në fakt, keqpërdorimet e mëdha ose dyshimet e mëdha për keqpërdorim të mjeteve janë shtuar pas luftës. Fondit e 3%-it i kishin ngelur rreth 50 milion marka gjermane. Ne me prerin cilin e kemi bërë në shtator të këtij viti, do të thotë deri kur e kemi prezantuar praktikisht bilancin, do të thotë nga tetori vitit 90 deri në fund shtatorit të këtij viti, kemi diku në mbetje rreth 50 milion marka gjermane. Këto para nuk ju dhanë institucioneve të përkohshme vetë qeverisë së të Kosovës, as UNMIK-ut e as LDK-s. Ato Bujar Bukoshi vendosi t'i shpërndante përmes një organizate të themeluar nga vetë ai, e quajtur UFORK. Në bërë të saj, përveç Bukoshit, ishte edhe Isa Mustafa, Muharrem Bicaj, Pjetër Coli, Shaban Bobaj e tjerë. Bujar Bukoshi nuk ka pranuar të intervistohet për këtë dokumentar, me arsyetimin se nuk dëshiron të interferojë në hetimet që po zhvillohen ndaj tij, por ai ka ofruar për Zona Express një konfirmim të njësisë së inteligjencës financiare të Gjermanisë, që sipas tij konfirmon që fondi i 3%-it për autoritetet gjermane ishte në rregull, dhe se i kishin thënë që ai nuk mund të përdori për arsye tjera, përpas për përfitim publik, ashtu siç ishte i regjistruar fondi në Gjermani. Dokumenti është përpiluar në vitin 2000. Mund të njoftoj se që fondet e bamirësisë për Republikën e Kosovës nga ana e klubit të përdoren vetëm me vullë sipas statutit. Për qëllime tjera, buxheti nuk mund të përdoret, përndryshe klubi do t'i ndalojë përdorimin e tyre. Një tjetër dokument i prezantuar nga ai është edhe refuzimi i fondit dërguar atëherë kryeadministratorit të UNMIK-ut Kushner, se fondi nuk mund t'i kalojë parat në UNMIK, por janë të hapur që të bashkëpunojnë me administratën e përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Sipas dokumenteve të ofruar nga vetë Bujar Bukoshi, UFORK-u ka realizuar këto projekte. Universiteti Amerikan i Kosovës, për cilin janë investuar 10 milion marka gjermane. Ndërtimi i 152 shtëpive të rënuar në fshatin Qabër në Mitrovic, mbi 5 milion marka gjermane. Kulmi i Pallatit të Rinisë në Prishtinë, projekt që thotë se u ka kushtuar 2.9 milion marka. Monumenti Skënderbeut, projekt i Mark Krasniqit që ka kushtuar 860.000 marka. Fabrika për punimit të perimeve, projekt për Krushën e vogël, për përkrahjen e grave të mbetura pa burra, projekt prej 350.000 markash. Qendra për punë artizanale e pundore të grave në Rahovec, 90.000 marka. Renovimi i shtëpisë së shkrimtarëve në Prishtinë, Ish Selia e Ibrahim Rugovës, 100.000 marka. Në pikën 8 ndërkaq, përmendet shifra prej 8 milion marka gjermane, e cila thuhet se është shpenzuar në projekte të ndryshme komunale, por që nuk tregohet saktësisht se në cilat komuna dhe në cilat projekte. Pos një fshati në Qabër që është ndërtu me këto para, pjesa tjetër nuk dihet se ku kanë shku. Isa Mustafa në vitin 2000 është arsyetuar se ka thënë dikun janë 50 milion euro të pashpenzume. Megjithatë nuk ka asnjë raport financiar të publikuar për këto çështje dhe për shpenzimin e parave. Ndërkohë, muaj më parë, unë kam realizuar një shkrim, një hulumtim të bazuar në dokumente zyrtare, i cili për herë të parë nxjerr në pak keqpërdorimet marramendse të këtij fondi që janë bë nga njerëzit që kanë menaxhuar këto.
nga zoti Bujar Bukoshi dhe të tjerët. Ajo që del nga ky hulumtim, domethënë i dëshmuar me transaksione bankare që janë nxjerrë për nevojat prokurorisë nga Qendra e Inteligjencës Financiare, flet se deri në vitin 2012 janë tërheq para. Domethënë deri në atë kohë kur është hetu. Edhe për një periudhë caktuar, domethënë rreth prej 2006 deri në 2011 janë tërheq mbi gjys milioni euro në bankat ndryshme dhe në vende ndryshme. Këto para kishin kaluar përmes bordit të Uforkut, kurse personat të autorizuar për të tërhequr para ishin Naser Osmani, sot deputet i Lidhjes Demokratike të Kosovës, dhe Adhe Gashi. Nuk dihet ku kanë shku këto pare, nuk dihet për çka janë shfrytzuar këto pare, edhe nuk jap kërkush sqarime se për çfarë nevojash i kanë tërheq. Këta arsyetojnë se i kanë tërheq për nevoja të mbulimit shpenzimeve. Megjithatë, unë kur kam kërku për shembull dokumente zyrtare prej zotit Bujar Bukoshi, përgjigjja e prerë e tij ka qenë se jo, nuk t'i ofroj. Edhe kjo më ka bë me dyshu edhe më shumë se këto pare janë të vjedhë në mënyrë klasike. Janë të vjedhë për njerëzve që i menaxhojnë ato, pe Bujar Bukoshit dhe të tjerëve. Pastaj janë arsyetuar gjithmonë se zyrat e fondit janë thy edhe janë vjedhë dokumentacionet, janë vjedhë hard diskat e kompjutera, kur gjë tjetër. Naser Osmani nuk ka pranuar të intervistohet për këtë dokumentar, kurse Adhe Gashi ka dhënë versionin e tij se çfarë bënte ai me paratë që i tërheqte deri në vitin 2012 nga kontot bankare ku gjendeshin paratë mbledhura gjatë viteve të 90-ta për të mbajtur gjallë sistemin paralel dhe vetë luftën. Në vitin 2000, kom fillu, kër është themelu fondi, kom fillu me punu, im kanë punëtor administrativ, punëtori administratës. Këtë punë e kom kryu dikon deri në vitin 2004-2005, saksisht nuk e di, për shkak se një kolege e cila ka punu si arkatare në fond, ka shku në pushën të lindjes, edhe unë e kom vazhdu pastaj punën edhe të arkatarit në fond. E kom pas për detyrë, domethënë çdo fund muaji me shku në bankë, në bazë të shpenzimeve që është dash për fondin, ku është bërë një letër aty, domethënë sa pare duhet me nxjerr për paga, për rrymë, telefon, për shpenzime administrative, domethënë të fondit. Kom shku çdo fund muaji në bankë. Në bankë kemi qenë të autorizuar me shku 2 persona, mos me shku vetë për shkak se mi urujt keqpërdorimeve, se një person vetë ka mujt me keqpërdor. Ufork ka pasur edhe zyra. Kjo që shihni tash. Në bankë kom shku në fillim, ka qenë i autorizu Muhamet Shatri. Po, Muhamet i përdar syjet veta, pa të shku në Suedi, edhe ishte problem me shku në tash veç vetë me marë para aty, për shkak se personi cili punon të në bankë aty, nuk i lëshonte mjetet, pa qenë edhe personi i dyti autorizum, për shkak se fondi në autorizimin që e pa të bon në atë konto, shkruante decidivisht që duhet me qenë 2 persona. Mas kësaj kohë, kur Muhameti nuk ishte aty, u dash dikush me zavensu Muhametin, e ka zavensu Naser Osmani. Unë mendoj se akuzat mas aty në akuzave nuk kam absolutisht kur gjo kundër se të bëhen ulëmtime. Dhe nëse del që dikush vërtet parat e popullit i ka keq përdor dhe ta ndeshkon ligji. Kush do qoftë ai. Bile jam shumë për atë që mos jetë kjo punë e pa zbulume, por realisht e zbulume. Jo me shpifje, me tendenca. Po na e di për shembull se shumën më të madhen që e kem leju ka qenë
10 milion për themelimin e Universitetit Amerikan në Prishtinë, që ata kanë apelu të na që t'jem participues për një institucion cilësor pas lufte, dhe më thonë, me renome ndërkombëtare. Dyshimet më të mëdha janë se parat janë tërhequr deri në vitin 2012, madje edhe në banka jashtë vendit. Ku ka përfundu, domethënë, nxjerrja e parave? Cilë është viti i fundit kur nxjerrja? Viti i fundit tash unë me sa më kujtohet mu është ose janar ose shkurt 2012. Domethënë deri që atëherë kum pas autorizimin për me shku në bankë. Mas këtij viti nuk kum pas autorizimin dhe nuk kum shku në bankë. Çu të hek autorizimi apo ka skadu autorizimi? Jo, autorizimi ka skadu. Ka skadu dhe nuk ka pas nevojë më. Në harxhu parë? Domethënë mu më kanë thënë që s'ka nevojë më me shku me nxjerr parë. Edhe s'ka pas, me siguri nuk ka pas edhe nuk ka pas edhe parë. Edhe nuk kemi pas, domethënë më mas 2012-s. Kontakte ke pas drejt me Bujar Bukoshin? Kontaktet unë kum pas vetëm me bordin drejtues. Mu më ka autorizu bordi drejtues i fondit për me shku në bankë. E ma kanë bo autorizimin, me që atë autorizim kom shku, më kanë fotografu ata në bankë, ma kanë dhonë kartelen. Edhe me që atë kartele, unë gjdo muj kom shku në bankë, në gjdo fund muji, në bazë specifikacionit që u bo aty sa pare duhet me nxerr. E para që do duhet bënte është të autorizante një auditor të pavarur, edhe ky auditor të krynte një auditim të mirëfillt të shpenzimit këtyre parave. Mirë po derisa nuk ka një gjë të tillë, tash është prokuroria ajo që po merret me këto, edhe unë besoj që prokuroria do duhej të angazhonte auditor të pavarur edhe të dëshmonte të gjitha shpenzimet dhe keqpërdorimet e mundshme të këtij fondi, të cilat unë besoj që kanë qenë të mëdha. Zoti Mustafa dhe të tjerët këtu do duhet të raportonin edhe të dëshmonin se si janë shpenzu parat në periudhën e pas luftës, po flas. Derisa ka dyshime të tilla se këto para janë vjedh, atëherë dyshim si muj me besu na që një kryeministër që është aktualisht në pushtet, që nuk i keq përdor edhe parat, edhe buxhetin e shtetënor të Republikës Kosovës. Domethënë, gjithë kjo e bën veprimtarinë e kësaj OJC-je tepër të dyshimt, edhe që qënë ka dyshime të forta se dikush është pasunu në mënyrë të paligjshme. Bujar Bukoshi e Isa Mustafa janë të gatshëm të flasin për mënyrën se si u mblodhen parat, apo si i shpenzuan ato pas luftës, por ata kur nuk kanë folur për shitjen e Dardania bankës. Kjo bankë ishte themeluar në vitin 1993 nga Republika e Kosovës dhe selia e saj ishte në Tiranë. Banka ishte themeluar në bazë të ligjeve të shtetit shqiptar. Me statutin e bankës ishte përcaktuar decisivisht se mjetet e deponuara në bankë si kapital minimal, fillimisht me shumën $1 milion, janë pronë e Republikës së Kosovës. Por, Bujar Bukoshi e Isa Mustafa ja shitën këtë bankë në vitin 2004 një familjeje italiane. Parat, sigurisht, shkuan në gjepa të ndryshëm. Ekspert bankar, po, ish drejtori i Bankës Dardania në mandatin e parë. Jo, themelues është vetë qeveria e Kosovës. Unë e kom udhëheq procesin e themelimit të bankës, edhe e kom menaxhu bankën deri në mars 97. Ky është Milazim Abazi, njeriu që ka pranuar të rrëfej për zona ekspres historinë e kësaj banke të krijuar në kohë lufte nga Republika e Kosovës
dhe e shitur në kohë paqeje nga Bujar Bokoshi e Isa Mustafa. Burim i mjeteve për themelimin e bankës ka qenë fondet e 3%. Fillimisht një ndedh $1 milion, në atë kohë prafërsisht $1 milion bënë $1.780.000 marka. Kështu që ne morëm licencën me 11 nëntor, dikun në shkurt të 94 kemi fillu operimet e para të Bankës Dadania si Bankë e Republikës Kosovës në Shqipëri. Fillimisht zyret e kemi pas në shkollën e partisë, pas 5-6 muaj, pastaj kemi dalë në qendrën VV me pronarëve BVL-ia kësaj qendre, na dha një qira të arsyeshme, 50% më lirë se këtë të tjerëve, se edhe ai kishte një mirë kuptim se po ndihmon një bankë të Republikës Kosovës. Banka është dallu për efikasitet në shërbime dhe është mbajtë si një prej bankave më të mira në Shqipëri në aspektin e shërbime si brenda Shqipërisë, është posaçërisht ndaj botës. Kryesisht kemi krye transfertet e nevojave të bizniseve kosovare. Dhe këtë na ka ndihmuar një pjesë mirë edhe Këshilli Qendror i Financimit në Kosovë, nga se arsimtarët, pagat e arsimtarëve në Kosovë kushtonin dikon 3 milion marka në muaj, nga të cilat 2 milion marka grumbulloheshin këtu në Kosovë, ndërsa 1 milion ne i dërgonim nga Banka Dadania. Ai tregon se në fakt banka kishte filluar qyshherë të trajtojë si plaçke zyrtarëve të Kosovës. Zyrtarët pranë rrugovës, Adnan Merovci e Skender Hyseni, tërhiqnin kesh parat për udhëtimet e rrugovës jashtë vendit gjatë viteve të 90-ta, derisa Bujar Bokoshi insistonte që rrugovës mos t'i jepnin para. Gjatë udhëtimit nëpër Shqipëri, ai ndalej një natë në Tiranë dhe bashkëpunëtorët e tij, herë Skender Hyseni dhe herë Adnan Merovci, venin në bankë dhe kërkonin para varësisht nga marshuta e rrugës dhe varësisht nga ekipa. Kishte raste që kërkonin 20.000 marka, kishte raste 30.000. Rasti më i madh ka qenë 60.000 marka. Dhe këtu mund të them se kemi pas shpeshherë pengesa nga qeveria e Kosovës, na uzonin që mos t'i japim para sa herë vinë ata, por ata të qesin në kërkesë në qeverinë e Kosovës dhe pastaj qeveria mund t'ja menaxhoj udhëtimin e tyre dhe pas miratimit të udhëtimit të tyre, atëherë mund të banka të lëshoj para. Me thonë drejtën, evreja një dallim pak mes Isës dhe Bokoshit, Bokoshi shumë i përë, por mos të dhanë, ndërsa Isa mundoj një farë mesi me gjithë, mirë po unë arrita në bashkëpunim me Naib Zekën të hapim një gjellëgari të veçantë për presidencën e Kosovës dhe një gjellëgari të veçantë për Këshillin e Financimit. Në ato momente kur mungonin parat nga qeveria, që për Këshillin e Financimit, po sidomos për presidencën, unë këto 2 llogari i lëshoja në overdraft. Tash e dini që është overdrafti në llogari në minus, dhe her pas here, pastaj me presionit nga Kosova, arrinin që t'i plotësonin këto minuse në llogari nga qeveria e Republikës Kosovës. Por asnjëherë nuk kam leju që Rugova, presidenti Rugova, me delegacionin e vet, për shkak mungesës së parave, të mos udhtoj në takime që përcakton. Pas disa kohësh, Milazim Abazi shkarkohet nga pozita e drejtorit të Dardania Bankës, por në shtator 2014 ati ofrohet ta blej këtë bankë. Një ditë shtatorit të 2004-ës, me edhe në zyrë Isa Mustafa, në atë kohë ishte
vetëm profesor në Universitetin e Prishtinës, nuk ishte ndonjë funksion publik, dhe kisha ruajt raportet e mira me Isa Mustafën, për kundër asaj se nuk isha zgjedhur në mandatin e dytë drejtor, dhe më tha se ka ardhur me një detyrë specifike, me një propozim në zyrën time. Edhe pyeta se çka është ai propozim, më tha se kemi vendosë me shit bankën Dardania në Tiranë. Edhe me thonë drejtën, tha, kam dëshirë që bankën Dardania ta blejnë kosovarët. Me qenë se kjo bankë është e Kosovës, edhe do t'ishte mirë që edhe ju ta merrni në konsideratë si kasa bankë që të konkurroni për ta blerë. Sidomos ju, për shkak se edhe keni qenë një prej themeluesve apo drejtori i parë i saj. Unë i thash se nëse ke me seriozitet këtë punë, edhe ne po merremi seriozisht. Kasa Bank e bën ofertën e saj, 5.150.000 euro. Drejtori i bordit udhëheqës ishte Bujar Bukoshi, kurse antar Isa Mustafa, Haki Shatri dhe Pjetër Coli. Dhe më thonë drejtën me 30.12 prita tërë ditën që po na informon dikush se e kemi fitu në bankën Dardania, por nuk ndodhi, s'na informoi askush. E thira ndërkohë në telefon Haki Shatrin, natën e vitit të ri, ku i Haki, tha, jam në Tomas. Mendova se është në Tomas e fshati ti. Mendova se është në bankë, s'kishte marrë pjesë për shkak se në atë kohë ishte zgjedhë ministri i financave në Republikën e Kosovës. Dhe me 4 janar, unë isha në Breg të Diellit Maqedoni, mori ish Zavensim, në atë kohë ishte drejtori i kredive. Edhe më tha, drejtor, tha, na kanë të athu. Na kanë futh thik pas shpine, bankën ja kanë dhonë një mafioz italian. Edhe ja kanë dhonë me një çmim për 5 milion euro. Edhe pse ishte oferta më ullë se jonja, për 150.000 euro, e ka marrë ai mafioz italian. Më vonë jam interesuar se kush ai, thanë një mafioz italian, por e ka arrit me pru me 5% Banka Populare di Puglia. Dhe e kanë marrë bankën. Ka u bë më tutje me bankën, ku kanë përfundu parat nga shitja e bankës, nuk e di. Në fakt, Abazit i kujtohet se ku janë parat. Ish Zavensim, në atë kohë, ishte drejtori i kredive. Edhe më tha, drejtor, tha, na kanë të athu. Na kanë futh thik pas shpine, bankën ja kanë dhonë një mafioz italian. Edhe ja kanë dhonë me një çmim për 5 milion euro. Edhe pse ishte oferta më ullë se jonja, për 150.000 euro, e ka marrë ai mafioz italian. Më vonë jam interesuar se kush ai, thanë një mafioz italian, por e ka arrit me pru me 5% Banka Populare di Puglia. Sot prokuroria po heton rreth menaxhimit të këtyre miliona eurove nga Bujar Bukoshi dhe njerëzit e tij. Nuk dihet ende nëse pjesë e hetimeve është edhe shitja e Dardania bankës tek familja italiane. Ajo që dihet është se hetimet kanë filluar vite më parë, të iniciuar nga akuzat e Musa Dakajt, aktivistit të njohur të LDK-s në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Fillimisht një rështer nga Kosova mos paraqiten kështu mbas të gjitha atyre që unë i kam qitë në opinion, dhe është bartën e të një prokurori speciale, po edhe aty nuk ka pas ndonjë efekt, sepse dihet drejtësia në Kosovë, ne jemi të vetëdijshëm që janë të mvarur nga leadershipi apo pushtetarët e sotshëm. Dhe nuk kanë mujt me bë më shumë, nuk i fajsoj është. Megjithatë, fati është që kur asgjë s'ka dalë prej tyne, atëherë jam obliguar që t'i denoncoj publikisht dhe të shkoj në EULEX të deponoj Londën. Të njëjtin material edhe disa materiale tjera
të cilat i kam diskutuar edhe me shërbimin sekret këtu në Amerikë me FBI-n. Po në gjabë, ato që ka i thot FBI-a, po prokuroria speciale atje në Prishtinë, dihet që këta shkojnë në mënyrës ligjore, dojnë të verifikojnë të gjitha faktet edhe pastaj unë shpresoj se në një të ardhme jo të largë do të dalin me ndonjë vendim kështu pres. Prokurori ngarkuar me këtë rast, Faik Halili, nuk ka dashur të flasë për këtë çështje, kurse Prokuroria e Shtetit e ka dhënë një përgjigje të përgjithësuar. Lidhur me këtë rast, Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka bërë kërkesë për sigurimin e informatave përmes ndihmës juridike ndërkombëtare nga Shqipëria dhe tani Prokuroria ende nuk ka pranuar ndonjë informat relevante, përveç njoftimit se pas grumbullimit të informatave, të njëjta do t'ja përcjellin PSRK-s. Prokuroria e Shqipërisë nuk ka kërkuar ndonjë informat nga prokurorët e vendit ton lidhur me këtë rast. Ju njoftoj se Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka marrë akt vendim për fillimin e hetimeve lidhur me rastin që keni pyetur, fondin 3%. Këtë ka bërë për shkak të disa veprimeve të dyshuara nga 3 persona, të cilët kanë tërhequr disa shuma të parave brenda 6 ditëve të fundit dhe tani ende janë duke vazhduar hetimet lidhur me këtë rast. E derisa hetimet zvarriten pafundësisht, edhe akuzat në adresë të zyrtarëve të fondit e veçanërisht ndaj Bujar Bukoshit shtohen çdo ditë e më shumë. Musa Dakaj thot se qeveria në ekzil dha para për njerëzit që vranë zyrtarët e LDK-s. Ne u tralltum nga qeveria Bukoshi, konkretisht nga ajo qeverinë përgjithësi po e them, por sidomos nga ai, sepse dihet fillimisht se ne kemi dërguar njerëz për të ushtruar në Shqipëri, siç e dini edhe ju, edhe mbar opinionin, nuk është ndonjë mshëftësi, në udhëheqjen e Saliçekut, edhe nuk është aq problem me vendlindjen të tretë, por problemi vjen se pikërisht për këto mjete, njerëz cilët e kanë udhëheq fondin vendlindja të tretë, aso kohën në Tiranë, ne dyshojmë që për shkak të hollave dhe pozitave tyne ata edhe kanë bërë edhe vrasje të njerëzve tanë atje. Për shembull Ahmet Krasniqin që e kam thënë disa herë, Ilir Konishevcin, Zahiri është vrarë në Prishtinë pas takimit me zotin Syla. Ato janë gjëra që dihen. Është vrarë Xhema pas lufte, është vrarë Enver Malok para lufte, edhe kështu që nuk është kjo diçka që ne dyshojmë, por ne e dim që kanë ndodhen. Në fakt, është vështirë të vërtetohet se me paratë të 3%-shit u vranë zyrtarët e LDK-s, por është shumë e lehtë të vërtetohet se me paratë e këtij fondi u pasuruan udhëheqësit e tij, të cilët sot kanë ndërtuar një perandori financiare me biznese brenda dhe jashtë Kosovës. Dita juj, avokati imja ka fillu, ajde dhe të ta kry. Në harmoni të plot me të bukurën, frymon çdo kënd brenda hapësirës meritore. Ju prezantojmë showroomin e ri në Prishtinë, nga lideri mobiljeve dhe mjeshtrisë nga Druri. Ciao Berto. Çdo gjë e prezantuar si në pëllëm të dorës. Hapësirë brendeve që mbajnë referenca globale. Dizajn unik, finalizuar me përpikri për shtëpi, ambiente pune, restorante dhe hotele luksoze. Ciao Berto. We produce happiness. Websajti më i madh shqiptar, Gazeta Express, tash edhe me aplikacion për iOS dhe Android. Lexoje lajmin i pari, lexoje lajmin Express. Ne e dërgojmë lajmin të ti.
Nëse jeton në Shqipëri, krijoje Ekspresin personal. Ekspres Shqipëri. Nuk ke wireless, nuk ke internet. Kemi menduar edhe për ju. Downloadoje gazetën Ekspres. Bëhu pjesë e 1 milion shqiptarëve që sot e lexojnë gazetën Ekspres. Ne jemi websajti më i lexuar në Ballkan, me mbi 1 milion vizita në ditë. Gazetaexpress.com. Me rreth 1 milion vizita ditore, Gazeta Ekspres është sajti më i vizituar në trojet shqiptare, por edhe në Ballkan. Pozicionet reklamuese në gazetaexpress.com tani mund t'i zgjedhni me afate kohore për 1 javë, 1 muaj apo sipas nevojës që keni. Mjafton të vendosni se cila reklam dhe në cilën rubriku përshtatet më shumë dhe të na shkruani në marketing@gazetaexpress.com dhe reklama juaj do të shfaqet brenda 24 orëve. Ka që lehtë është pra të reklamoni në portalin më të vizituar në Ballkan. Gazetaexpress.com. Shikues të nderuar, kemi ndjekur kështu pjesën e parë të dokumentarit Vjedhje në kohë lufte. Në pjesën e dytë të këtij dokumentarit, të dielën e ardhshme, do trajtojmë gjërësisht keqpërdorimet milionçe në fondin Vendlindja Thret. Natën e mirë.